Mirdita, sot po bëj një kjullash piqerasiot. Kjullashët që ata na kanë rritur. Janë kujtimet e vegjelis dhe gjithmonë dua t'i kujtoj. Kanë qenë për neve ushqimi mirë, me ata jemi rritur edhe nuk i kemi harruar. Dhe këto kam gjithë ato që do hete kjullashi. Kam 2 kokraves, 8 luk kos, 150 gram djath, 1 garuzhde shëllir djathi, 150 gram miell, plus 2 luk një sheshtet, 2 luk supe që hajnë bjellë. 7 gram e kam baking powder dhe 1 luk kafe sot buke. Kam dhe 4 luk vaj ulliri. Këto janë ato që do hedh. Është një tepsi e vogël. Në rast se doni të bëni tepsi më të madhe, shtoni e më tepër. Keni për shembull 2 kokraves, shto 4 kokraves. Tash unë po filloj procesin si e bëje. Hedhim në fillim vezët, 2 kokraves që shikoni, këtu. Hedh shëllerin e djathit në një kohë. Hedh kosin. Nuk ka shumë punë, është shumë punë e lehtë, i hedh gjitha në një kohë dhe i rref. I rraf me këtë telin. Shtoj mielin pak nga pak. E rraf mielin, mos na melet me kokriza. Mielli këtu bashkë është me 1 sheshten, me 2 lugut e 1 sheshtes. 150 gram miell dhe 2 lug 1 sheshte. Shtoj vajin. E rraf pak dhe me vajin. Furrin e kam ndezush me 170 gradë me ajër të ngrohtë. Furri është i gatshëm. Tash i shtoj djathin. Copa të mëdha djathin nuk është nevoja ta shihni fare, siç e shikoni. Tash i marr një shpatull ta mbledh. Shtoj dhe sodën e bukës me baking powder. Është një gjë e shpejtë dhe shumë e mirë. I kam hedh shëllirin e djathit, po e kontrolloj dhe djathin, tash i kam hedh brenda, do të kontrolloj çik për kripën se në qoftë më duhet krip të hedh apo jo, po në pjekje lëshohet dhe djathi. Kripën e ka tamam, nuk ka nevojë fare për krip.
duke menduar se në furr do lëshoj edhe djathi. Kjo është e gjitha. Kam këtë tepsi të vogël këtu dhe po e kthej te tepsia. Furri, siç u thash, është i ngrohtë. Me 35 minuta në furr. Ishte edhe një qik vaj mbi vete. Si që shikoni, kish qullashi, do e fund në furr. Furri 170 gradë me ajera, është i ngrohtë. Qullashi u pojt për 30 minuta, është i gatshëm, do të lëm qik të ftofit, pastaj ta presim, se është i ngrohtë akoma. Është një gjë e ushqyeshme, është për të mëdhenj, është për të vegjël, për çdo lloj moshe. Është i shpejt, nuk ka shpezim për nënat e reja, për gocat e reja që duan të mësojnë. Janë gjërat nga më të thjeshta që ta fillojnë. Të gjithë nuk kemi ditë, s'kemi lind të mësuar, mësojmë dhe në këtë moshë që jemi. Ju falenderoj shumë për shikimin. Ju uroj shëndet e lumturi.